Përshëndetje të dashur ndjekës dhe mirë se vini në podcastin ton të radhës Rishtazi. Dhe jehona e zgjedhjeve lokale, edhe pse duket se është qetësuar, në fakt po vazhdon, sepse po vazhdon të bëhen analiza për shkak të disa rezultateve të cilat ndoshta për një pjesë janë të pranueshme, për disa të diskutueshme, kurse për të tjerët janë të refuzueshme. Dhe sot për herë të parë në një diskutim do të kem dy kandidat të dy komunave të cilat për shqiptarët u konsideruan si të humbura, kurse për pjesën maqedonase u konsideruan si një rifitim ose rikthim i tyre. Bëhet fjalë për Bërvenicën dhe Kërçovën dhe të ftuar janë Haqim Ramadani, kandidati për komunën e Bërvenicës dhe Shkodrana Lili, kandidati për komunën e Kërçovës. Faleminderit që jeni në këtë podcast. Faleminderit për mundësi. Kam edhe një kënaqësi që jeni këtu sepse nga ajo që biseduam pak para se të fillojmë, në fakt nuk ishit takuar rastësisht, po jo kështu direkt. Kështu që kjo më bëhet qefi për këtë, sepse duam të bëjmë një analizë të qetë, më thelbësore, pa ndoshta emocionet e humbjes fitores, kush si do ta shohë rezultatin. Megjithatë, për të dhënë një lloj vlerësimi se ku duhet të shkojë shoqëria shqiptare apo dhe e ardhmja e politikës, sepse me prezencën tuaj në zgjedhje u dhan disa sinjale të fuqishme, mendoj, nga elektorati. Kështu që po e filloj një herë me Shkodranin. Faleminderit edhe një herë që je këtu, Shkodrana Lili. Pyetja e parë është, e konsideron veten humbës? Fillimisht faleminderit që na jepni mundësinë, faleminderit për ftesën, ju përgëzoj për podcastin që e keni. Me të vërtetë ne si shqiptarë ju ndjekim shumë dhe ju përgëzojmë për hapin që e bëni. Njëkohësisht e thatë edhe vetë se nuk bëni vetëm një podcast, po na bashkoni edhe shqiptarëve anë mban Maqedonisë ku jetojmë. Ishte edhe kënaqësi ta takoj Haqimin, domethënë që na ka lënë një emocion i papërshkrueshëm ku gjithë shqiptarët syt i kishin te Haqimi. Dhe pyetjes për t'i dhënë përgjigje a ndjem veten humbës, nuk do ta kisha thënë se ndjej veten të humbës, për arsye se kjo është një motiv shtesë se tash ka ardhur momenti që fytyrat e reja, sidomos rinia, të kapi në bisup përgjegjësitë e veta dhe të dalin në sipërfaqe duke kërkuar që të marrin përgjegjësi institucionale dhe ta dëshmojnë vetveten se mundet edhe në vendlindje, në vendin ku kanë lindë dhe jetojnë dhe veprojnë, munden të hapin gjithçka më të mirën për qytetin e vet dhe bashk vendasit e atij qyteti. Unë si antar i 16 antarëve të familjes sime që jetoj, familja ime tash është bërë me mbi 4.000 antar të ri të familjes sime dhe këtë quaj si një fitore të madhe për mua dhe për familjen time. Sigurisht do t'ju bëj disa pyetje, po do t'ju bëj edhe një pyetje të përbashkët pak më vonë, po edhe një reagim të Haqimit që lidhet pak me këtë që thoni, sepse të dy keni një specifik në këto zgjedhje. Në fakt ishit përfaqësues të një subjekti politik, por dolët disi të pavarur, pavarësisht rrethanave, po do ta diskutojmë edhe këtë. Por Haqim Ramadani tani pas një qetësie, pas vizitave që bëre përsëri tek mërgjimtarët, e ndjen veten si humbës, mendon që reflekton tani ndryshe pas rezultatit? Që qëni u dhe edhe atëherës, edhe tani, nuk jam deri humbës, për arsye se opinioni i gjerë i ka pa rezultatet hap pas hapi. Unë jam fitues i zgjedhjeve dhe atë e them me plot krenari. Më votuan shqiptarët fillimisht, por ndjem krenar që kam pas edhe vota ke pala Maqedone dhe demantuan kryeministrin se unë jam nacionalisti, se kam marrë në vendbanime Maqedone, vota Maqedone. E mire e kësaj është se ne u bashkuam, e keqja e kësaj është si çdo herë tjetër edhe këtë radhë është një kryetar jo legjitim që i përfaqëson qytetarët. Unë e mora sovranin, ai e mor mandatin. Në këtë kontekst, Haqim Ramadani, edhe pyetja përsëri do lidhet bashkë edhe për Shkodrana Lilin. A duhet qytetarët e Bërvenicës ta konsiderojnë komunën sikur e kanë humbur? Më varet, kjo është në shumë dimensionale si e shifni. Unë jo rastisht vizitova diasporën që të përcjellin një mesazh, fillimisht falemnderues,
pastaj e kisha esencën që të tregoj se ju keni fituar, mirë po kundër një inxhinieringi nuk mundet të kalohet. Jo rastisht në qoftë se i keni përcjell ato në sek.mk, unë kisha e përsi të madhe. Pastaj çka u bë, një zot e din, mirë po e di diçka, se në qoftë se merri një retrospektivë nga viti 1996 deri në 2025 kur folim, në zgjedhjet lokale jo më shumë se 3300 vota dulën dhe u zgjodh kryetarët e komunës, para prake kanë qenë 3300, eventualisht 3500. Dhe unë e njihsha mirë dhe kisha dyshimet e mia se mund të vijë deri te prishja e vendvotimeve dhe shkova, mobilizova atë diasporën të cilën të shpirt e keni tonin, për arsye se ato nuk janë si kjo diaspora e palës maqedone. Atë diaspora e kena aktive. Ajo diaspora vin 4 herë brenda vitit. Është aktive, bizneset e vogla, bizneset e mesme jetojnë falë tyre, se ndërtimi bëhet falë tyre. Këtë që e them mund të argumentoni dhe përmet fakteve që ju si gazetar mund t'i shifni se 90% e ndërtimeve që bëhen në komunën time janë pikërisht nga diasporë që mbajnë gjallë komunën dhe mbushën arkën. Dhe i takon asaj që edhe vendimarrjen ta bëjë. Prandaj, unë mobilizova në formën më të mirë të mundshme, i sensibilizova, ato harxhon kohën e vet, paratë e tyre, dhe erdhen të kontribuojnë për vendligjen e tyre, përveç me para që i lanë këtu, dhe ne unë e quaj se nëse Shqipëria e ka detin aset të vetin për ekonominë e vendit, ne e kena mërgatë. Sepse nuk prodhon kishte asgjë dhe ne ekzistojmë falë tyre. Baza është kjo, prandaj, për shembull ajo mërgata, se dhe unë të njëjtin pyetje t'ia bëj dhe Shkodran Aliut. Ajo mërgat, banorët në Bërvenic, të gjithë, apo a duhet ta shohin këtë rezultat, edhe këtë realitet më mirë thënë tani, se komuna është humbur, apo megjithatë do të jetë një reflektim për të gjithë, edhe për ata që kanë fituar, që janë kryetarë të komunave. Në kontinuitet kam biseduar për guximin në zgjedhje, kthimin e besimit në politik, pastaj të ruajmë dinjitetin. Dhe më vjen keq që unë djalin e kam 16 vite. Me këtë politik, kur të vlidhet mandati, djali im i pret me shpirt, i bëhet 18 vjetë dhe largohet. Çka na duhet, a do të jetë Jovica apo Aqimi kryetar, në qoftë se neve gjoja meshtrit në ikën. Dhe këtë e thon me keqardhje. Ndoshta para 2 javë do thoshin është në emocione të zgjedhjeve, por unë ruaj konsistencën politike dhe jena në një deregje të folme në gjuhën dialektin ton mjerushme. Atë që ndërtuan për 20 vite, vinë një anonimus dhe e qonë në gjykatën kushtetuese dhe çdo gjë e rrezon. E rrezon balancerin, tenton të rrezojë tash edhe badenterin. Edhe ju në qoftë se më keni përcjell, dikush ndoshta ka menduar se ki është në emocione të zgjedhjeve që kam shtuar rresh shutazi komente dhe shkrimë në Facebook. Mirë po jena në një gjendje zero. Ajo që ka ndërtua kur u kthi se me diçka po lëviz mirë për shqiptarët, tash po rënohet brenda disa minutave. Dhe këtu nuk është fajtor askush tjetër përveç fillojmë prej 2010-shit. Nuk është menduar mirë ato analista apo ato jurist që kanë bërë pjesën e badenterit. Se ka menduar se mbi parlamentit ekziston gjykata kushtetuese dhe duhet bëhet analizë mirëfill. Nëse do t'ju pyes për këto detaje, Shkodran Alili pak a shumë e njëjta pyetje. A duhet të ketë zhgënjim të madh tek qytetarët tani, sepse siç thash në fillim u vendos disi përshtypja ose edhe vetë loja zgjedhore se o ne o ata, o e humbëm e fituam. A duhet tani ende ta trajtojmë realitetin të tillë, se duam apo nuk duam, kemi kryetar të tjerë, juve nuk jeni, as kandidatët e tjerë që ishin në garë, dhe pas euforisë, si duhet parë tani realiteti? Tash realitetin në qytetin e Kërçovës se me të vërtetë ne si shqiptar jemi me numër më shumë se pala tjetër, pala maqedonese, dhe është e dhimbshme ta dorëzosh Kërçovën në këtë moment, në këtë rast, duke patur parasysh se qyteti i Kërçovës ka pasur 3 kandidatë shqiptar, edhe është mundur të zgjidhet kandidati i duhur që të frimojë shqip komuna e Kërçovës, mirë po me keqardhje themi se nuk ndodhi ajo çka e pritëm ne, edhe pse i adresuam angesat tona prej fillimit, nëse pak më lejohet, ta elaborojmë këtë çështjen e Kërçovës, për arsye se me të vërtetë ka disa dilema, disa që na tangon në shpirtin ton. Pra ne duke ditur se qyteti i Kërçovës është shumë një qytet specifik,
duke e ditur se vend edhe lideri i BDI-s është prej Kërçove, në anën tjetër kemi kryeministrin që është prej Kërçove, kemi presidenten e shtetit që është lidhjet i ka në qytetin e Kërçovës, nënkryetari i parlamentit të VMR-s është prej Kërçove, sekretari general i VMR-s është prej Kërçove, duke e ditur se do hymë në një betejë shumë të madhe dhe e dim rëndësinë e qytetit Kërçovës, jemi munduar para daljes time si kandidat i pavarur në qytetin e Kërçovës, se dhe fillimin e thatë se kemi qenë në strukturat e partive, pastaj kemi dalë si kandidaturë e pambarur. Do të pyes edhe për këtë, po specifika e qytetit Kërçovës sa duhet të ndjehemi të zhgënyer, ja lejmë kohës të shohim se çka do të bëjë ky kryetar dhe në çfarë drejtimi do ta çojë qytetin e Kërçovës. Thash këtë për arsye se unë ndërpreva në momentin që thash paraqitja ime si kandidaturë e pambarur, ne kemi pasur disa takime, qoftë Akja tërësisht ndoshta ishte Fronti Evropian, nëse s'gaboj, kërkoj ndjes, edhe Vlenit. Jemi munduar që të gjejmë mënyrën më të mirë që ta bëjmë Kërçovën të bëjmë unifikimin e votës shqiptare. Edhe ne kemi pas oferta që dalim edhe me dres partijak, me ngjyrë partijake. Çdo thotë kjo. Se kemi pas oferta pi taboreve politike shqiptare që cilat tash nuk është problem, unë do ta vlerësoj dhe do ta them po pas edhe ne kemi pas ofertë edhe prej Vlenit, që unë e respektoj dhe u falenderojmë ative dhe publikisht, që e pa të arsyeshme që të më nxjellin mua kandidat në qytetin e Kërçovës, po duke ditur specifikat e qytetit, duke ditur rëndësinë atij qyteti, ne vendosëm që të jemi të pavarur me apelin të unifikojmë votën shqiptare, që mos bëjmë përçarjen mes Frontit Evropian dhe Vlenit, pa hajde një kandidaturë pa pavarur të jetë zëri i popullit, zëri i qytetarit, pa ngjyrë partijake. Të kthejmë besimin tek qytetarët se politikën e udhëheq populli e jo subjekti politik. Edhe kjo ka qenë metoda më e mirë që mos e mundojmë, sidomos mërgatën tonë. E tha dhe atë qimi rëndësinë e saj. Ju vendosët të jeni kandidat i pavarur, sepse nuk donit që të ngjyroseni me ngjyra partijake. Qoftë njëri tabor, qoftë tabori tjetër, apo jo? Do jemi edhe më të hapur, duke ditur përplasjet mes dy taboreve politike shqiptare. E sidomos në qytetin e Kërçovës, nuk ishte vend, qoftë nëse dilte Shkodrana Lili, kandidati i Vlenit, qoftë i Frontit Evropian, dishte se me automatizëm do kesh edhe prej taborit tjetër kundër kandidat. Tu mendu se kjo është rruga, varianta më e mirë për ta unifikuar votën shqiptare. Ne patëm edhe një rast tjetër që vlen të përmendet, ku mërgata jonë mori një iniciativë, një djalë që thirreshte në autorizimin e gjithë shoqatave që kemi në mërgat për ta unifikuar votën shqiptare. Dhe propozimi im ka qenë tavolinë. Hajde shkoni bindje edhe Vlenin, edhe Akin, Frontin Evropian, le të hiqemi të tre kandidatët shqiptarë, të tre ne çka jemi, unë Shkodrana Lili dhe dy Fatmirat, dhe shpalleni, kemi thonë me atë gjuhën kërçovare, shpalleni non grada neve, mos mundemi ne të kandidojmë, hajde ta gjejmë një fytyrë të re, qoftë për mërgatës, qoftë për qytetit Kërçovës, dhe ne tre të detyrohemi ta mbështesim këtë vetëm mos e hupim Kërçovën. Si natët politike na çojnë drejt një fenomeni të keq që sot e përjetojmë. Edhe ankesat e jona, edhe kërkesat e jona ranë në vesh shurdhër. Nuk ju dëgjuan as BDI-a, as AKI-a, as Vleni? Jo, unë them se kemi pasur takime edhe paraqitjes sime si kandidaturë e pamvarur, e sidomos me kryetarin e BDI-s, ku ja kemi propozuar që ne mos dali figurë e re dhe ne ta mbështesim pa asnjë kusht. Unë Shkodrana Lili e tërheq edhe kandidaturën time. Vetëm hajde të gjejmë një figurë të re, që tipet hapësirë dhe tipet një model se mund edhe figura të reja të vinë dhe të jenë përgjegjës në institucione. Si mundet kërçovarët tanë në mërgat të vlerësojnë për shtetit huaj dhe të kenë biznese atë shumë sukseshëm, ka qenë edhe atëshimi në përdes, por besoj se edhe ju, kërçovarët tanë lullëzojnë në perëndim. E s'mundet kërçovari në vendin vetë të gjejë mirënjohje edhe të jepet përgjegjësia që mundet na udhëheqë neve si kërçovar, patjetër duhet jemi ne, edhe pse Shkodrana Lili asnjëherë s'ka qenë antar i një subjekti politik. Po asnjëherë nuk kam bart përgjegjësi politike. Kam qenë një aktivist, kam mbështet. Kur e thash lidhjet partijake në këtë kuptim, se ju të dy, patjetër. Du të argumentoj këtë fakt. Se ju të dy nuk është që keni qenë figura të shquara në kuptimin frontman, në kuptimin kryesor, por të dy në dijenin time keni qenë pjesë të aktivitetit politik në struktura partijake dhe të dy, dhe do t'i kthejmë kësaja, do t'a ja fjalën, të dy
me specifikat tuaja në një moment vendosët të dilni të pavarur dhe kjo është ajo që ju lidh pavarësisht që si takuar më herët. Kështu, unë kam qenë kandidati i Vlenit dhe kjo nuk mund të mohohet, mirë po unë vendosa që të dali pavarur nga rrethanat. Atë që thot Shkodrani që ka ndodhur para zgjedhjeve të unë ndodhi mbas zgjedhjeve. Dihet se Dollneni, Kërçova, Brvenica kërkon unifikim. Dhe unë pa vet askënd mora dhe i grisa ato që më akuzuan nga ana e Vlenit se unë në mënyrë kokë në vete i kam ngrisur. Është e vërtetë që i kam ngris, për arsye se ne duhet unitet. Kur erdhe moroj komplet Aki, unë e pash si një solidarizim, si një mirëbesim dhe i grisa ato dhe i porosita në një kompani private një zë bashk. Sepse e di që edhe një zë bashk dhe me diasporën mund të fitohet dhe të ngelet në dorë të shumicës. E ki fjalën për posterat. Pra prandaj e hoqe dresin partia. Kjo më vonë Shkodrani këtë që e tha që nuk kanë dashur as nga pjesa e AKI-s, as nga pjesa e Vlenit që të unifikohen. Ndoshta si lider unë nuk kam qenë, ndoshta si lider e shoh natyrën ta shqyon atë pasqyrën e madhe. Mirë po unë e vlerësoj qytetarin e Çallupekut, njëjtë si qytetarin e Shkupit. Dhe ti mirët mohimi i të drejtës që të zgjedh kandidatin e vet për kalkulime të qyteteve tjera, kjo për mua është e papranuar. E di pse është mendon Haxhim Ramadani mendon që posti jot ka qenë pazar për qytetet e tjera si? Unë e mendoj realiteti kështu. Realiteti im është i tillë se ma ka argumentuar kryeministri. Edhe pse në qytetin e Shkupit Rall ka fituar dhe në vend që të festoj kryeministri në kryeqytet, zgjodhi të fitoj, të festoj dhe të triumfoj në Brveniz dhe Kërçovë. Çka do të thënë kjo? Ju e dini që politika ka analiza dhe unë si njohës i mirë i politikës më dha të mendoj në këtë mesazh, se ai i humbi 140.000 vota dhe ai në atë luftën brenda VMRO-s për të treguar se di me 6 apo 8 e kanë kongresin, të tregoj se Gruevski dhe Mjalkovi kur kanë qenë më të fortë, s'kan mund ta rikthejnë Kërçovën dhe Brvenicën, ndërsa unë edhe pse i humba 140.000 vota, unë e riktheva dinjitetin e maqedonëve e në unë të maqedonëve në Brvenicë dhe Kërçovë. Jo rastisht e thash unë e Drenica ime, se këtë dëshiron të bëj një Drenicë. Direkt në pyetjet që ti bëj. Kur thua pazar, e kanë bërë partitë shqiptare këtë pazarin që t'ja japin këtë kënaqësi kryeministrit siç e përshkruan ti? Argumente direkte nuk kam. Edhe do t'jem korrekt me ju. Mirë po, mos prezenca në tubimin qendror që e kisha në raundin e parë, se raundin e ditë unë i refuzova dhe prej atij momentit kur kaloi raundi i parë nuk ishin të misardhur as përfaqësuesit e AKI-s as të Vlenit. Kjo është me vetë iniciativë për arsye se në vetë besova si nuk kam një përkraje serioze apo të sinqertë. Edhe pse eksponentët e Vlenit dhe të AKI-s më kanë thënë deklarativisht se më përkrahin, mirë po lëvizjet që i di unë si një njohës i mirë rrethanave veçanërisht për Brvenicën, mirë po jo vetëm për Brvenicën, nuk du më vjen si vetë lëvdat, unë njoh edhe politikat e Ballkanit. E pash edhe nuhata nga kompani private të cilët i adresojshin që të përkrahin një kandidat tjetër, jo Haxhim Ramadani. Edhe pse ti ishe kandidati i atyre subjekteve. Por pyetje edhe një, edhe kur u bën bashk, edhe kur i bëre ti bashk në fakt, edhe kur u bëre ti i pavarur, përsëri subjektet, ti themi hapur Vleni dhe AKI-ja, punojnë kundër teje. Kjo është përshtypja që e ke? Në shtabin ku isha, do t'jem korrekt, në shtabin që isha edhe të AKI, se kina punuar të përbashkët, nuk mund të depërtonin as të Vleni, as të AKI-ja, por depërtuan të disa kompani private. Që nuk është korrekt i them, që ato të votojshin Jovica Ilievski në mënyrë të vullnetshme, të qetë. Është edhe natyrshme që ne pretendojmë të jemi antarë të Bashkimit Evropian dhe është e shëndosh dhe e mirë që një maqedon të votojë një shqiptar apo një shqiptar maqedon. Mirë po kur dhonohet, kur blehet, shantazhohet personi vetëm pse punon me një kompani të madhe dhe këtë bën ato nëpërmjet kompanive.
Të dyja subjektet. Të dyja subjektet, mirë po, bara i bie ati që më ka nominuar. Dakord. Shkodran Alili, kur i dëgjojmë këto gjëra, edhe sigurisht në kontekstin edhe të komunave tuaja, edhe pak ndoshta për të parë drejt të ardhmes. A mendoni se kjo do të jetë politika, apo kjo është politika që duhet të ndryshohet, ku kalkulimet paraprake disa herë kanë diktuar rezultatin. Dhe në këtë kontekst, çfarë duhet bërë sipas jush? Ja ju thatë që keni tentuar, keni biseduar, edhe Vleni ju ka ofruar të jeni kandidat, keni shkuar me liderin e BDI-s, jeni takuar, pra keni pas një bashkëbisedim për të thënë që hajde të gjejmë një zgjidhje. Kur kjo nuk funksionon, ku duhet të jetë e ardhmja? Nëzim, tash e ardhme është do shta ndodhën këto që ka ndodhën në këto zgjedhje lokale, për të vetëm në gjë që të vedisohemi ne si shqiptare, sidomos figurat e reja, që dalin në sipërfaqe dhe ndoshta këtu është fundi i politikave të vjetra e fillimi i politikave të gjeneratave të reja. Edhe unë dua dhe ta shfrytëzoj rastin që të bëjmë një apel prej këtu, që se çka fitoi Shkodran Alili prej kandidaturës të komunës Kërçovës si kandidat i pavarur. Unë thash edhe fillim se Shkodran Alili prej 16 antarësh të familjes u bë 4000 e diçka antarësh dhe supi kur gjë. Fitimet e mia janë që u bëm një familje e madhe, jetojmë si një familje e madhe. Po besoj dhe jam i bindur se në të ardhmen në zgjedhje parlamentare, besoj se ky numër do rritet prej 4000 do bëhet një numër shumë më i madh. Do bëjmë edhe një familje më e madhe se kaq. Në përgjithë qytetet, Gostivart, Tetov, Shkup. E hajde këtu tani ta tregojmë si do ta bësh këtë. Kjo bëhet me analizat mira, me takime me njerëz të sinqert, me figura të reja, të papërlyer politikisht, edhe duke dhënë mesazhin se secili prej nesh mund të hapi ta dëshmoj kapacitetin e vet në vendlindjen e vet. E këtë ne tash jemi duke i bërë analizat tona, bëjmë ditë për ditë takime. Kemi bashkëbisedime me profesorë, me njerëz të ngritur, me njerëz që kanë kryer fakultete, me njerëz që janë dëshmuar në shtetin tonë. Edhe kjo do të thonë i bie që ne në të ardhmen vazhdojmë me politik, me parti politike ose me ndonjë parti politike. Tani kur thua me parti politike, a do të krijoni parti të re politike, se një pyetje të tillë do ta bëj edhe ty pastaj. Tash të gjitha mundësiat i kemi në tavolinë. E shohim se kush është më e mira. Do ta nxjerrim më të mirën për shqiptarët e Maqedonisë të Veriut. Nuk do shkojmë të bëjmë vendime me kokëforci. Kokëforcia na pru këtu ku jemi. Duke mos dhënë hapësira. Ne do të ungjemi dhe do vazhdojmë të ulemi me çdo intelektual, me çdo shtresë të njerëzve, që t'i bindim ato se të ka ardhur momenti që mos rrim në shtëpi dhe të rrim duart kryq, që të presim që të na udhëzojë politika. Po të hapim mesazhin se populli është mbi partitë politike. Për çfarë edhe mendoj se është momenti që dalim tash dhe të reflektojmë në të gjithë Maqedoninë e Veriut, duke treguar kapacitetin tonë se ne mundemi të ardhmen ta bëjmë vetë në duart tona. Po prap një nënpyetje, kur thua parti politike, do të thotë që do të shtrohet përtej Kërçovës dhe me individ të cilët ndoshta mendojnë një lloj si ty. Normal. Por nëse kalkulimet ju dalin që nuk do keni sukses, atëherë do dorëzohen. Jo, dorëzim nuk ka asnjëherë, domethënë për çfarë të them se ose me parti politike ose me paternitet të ndonjë partie politike, prapë them se në jo të shkojmë në parti politike tjetër, po në paternitet si qytetar të komunës Kërçovës me mbi 4000 mbështetës të zgjedhjeve lokale dhe ta gjejmë se kush është rruga më e mirë për ta bërë këtë drejtim. Pse e them se parti politike të vedisohet dhe të jepet vlera popullit, ku ajo nëse e shohim se rruga më e mirë është që të hapet një parti politike, ajo është më e mira që të vedisohet populli edhe të japi mesazh subjekteve politike, por ndoshta dikush do na thotë edhe ju do jeni subjekt politik. Po ne nuk do jemi subjekt politik që do ta çojmë qytetarin të besojë verbërisht. Edhe ta kemi atë mekanizmin si e thot Haqimi se bizneset private, nëse e kuptova mirë, që të detyrohesh si patjetër të mbështetesh Shkodran Alili. Jo. Për të mbështetur Shkodran Alili duhet të tregoj vizionin. Edhe ku e ka misionin e vet. Edhe atëherë hajde të gjithë intelektualët dhe të gjithë shtresat e qytetarëve tanë të bëjmë bashkë për të ndryshuar këtë mentalitet në shtetin tonë.
edhe një sqarim kur thoni në partneritet me parti të tjera politike, si do t'i zgjidhni partneritetin? Domethënë e kuptova, ju nuk doni të thoni që do bëheni BDI, do bëheni Vlen, do bëheni AKI, aku di unë, por thoni që në partneritet me ata, duke ndërtuar ndoshta një program të caktuar, do dilni në zgjedhje. Si do ta zgjidhni partnerin? Partnerin do vendosish kushtet e qytetarëve tu, domethënë dalja jonë në terren, e sidomos fushata jonë që ka qenë një fushatë shumë shembullore në qytetin e Kërçovës, pa sharje, pa ofendime, me mesazhe të qarta, me ide të qarta, me projekte të qarta. Nuk premtonjëm diçka që s'bëhet, premtonjëm diçka që është me të vërtetë nevojë për qytetarët tanë, me kërkesa konkrete te cila parti do t'i gjejmë ata kërkesa, nëse vjen puna që të bëjmë një bashkëpunim me partitë politike shqiptare, aty do ta gjejmë edhe nuk keni preferenca për momentin njëra ose tjetra. Jo, si kemi ata preferenca, jemi në takime, jemi në bisedime, me qenë të realt, jemi në bisedime me gjithë partitë politike shqiptare. E di pse e bëj këtë pyetje se së shpejti do ketë kongrese apo të subjekteve politike, mos ndodh ndonjë surprizë edhe t'ju bëjnë zyrtar të lartë të partisë në këto kongrese apo jo. Unë si Shkodran nuk vuaj për poste partiake. Jo, desha mesazhin tjetër të hapim, ne do mundohemi të gjejmë më të mirën për këto 4000 anëtar të familjes sime që i kam, të gjejmë se ku mundemi kërkesat e atyve, nevojat e atyve të zgjidhen me ndeshmëri. Dakor. Atëherë Haqim Ramadani, me që po biseda po na çon në këtë linjë, ju keni bërë një postim, keni dhënë disa pikë, tregon një lloj qëllimi ai komunikim me publikun apo që tregon një lloj synimi që ju keni. Ju mendoni për të krijuar një subjekt politik? E keni fol këtë disi heshturazi, po publikisht tani po të pyes. Unë ata që më njohën e dinë që unë jam ai që unifikoj dhe jo që ndaj. Për momentin, këto 2 vite më pëlqen që janë krijuar ditabore. Realisht ka një konkurrencë të mirëfillt në skenën politike shqiptare. Unë të qëndroj konsistent nga që kam thënë edhe më herët, se neve na duhet tash një tryezë rrëmbullakët e të gjitha partive shqiptare, sepse gjendjen e kena të mjerueshme, e kena pas, por tash janë në gjendje të mjerueshme. Nëse më lejoni, unë do të elaboroj 5 kushte janë, në fjalët tore ku më thënë 5 shartet, dhe ato janë të detyrueshme. Atë që ndërtuam 20 vite, gjykata kushtetuese po na rënon, po na kthen pas. Dhe në qoftë se nuk kena badenter në gjykatën kushtetuese, ne kot do të marremi, a do të marrë vëmëroja 65 të na kthejë mbas, a do të marrë LSDM-ja 68 të na kthejë mbas, dhe ne nuk kena garancë institucionale. E dyta, e dim që pa para nuk mund të kemi zhvillim të barabartë regional. Republika e Maqedonisë Veriut ka 8 regjone. 1% në mënyrë deklarative tregohet se do të nga buxheti do ndahet për zhvillim të barabartë në për rejone. Ju në qoftë se shihni regionin e Pollogut krahasuar me regjone tjera, ne endes kena çështjen e deponive, e mbeturinave të zgjedhur. Dhe kjo më lejon të tregoj se pa pas badenter, edhe në buxhet, edhe në rebalanset eventuale, ne jemi një hiç fare. Pastaj, kur jemi ke buxheti, duhet që të kese decentralizim fiskal të komunave, një ndër shtyllat marrëveshjes orit. Dhe në qoftë se ne nuk kena decentralizim fiskal dhe jena lypsak të qeverisë dhe preferencave se këti do të lishojmë aq para dhe tjerat aq para, ne jena shtet më i centralizuar. Dhe kjo të mbarëni, në qoftë se e merrni për shembull, ta hekëm 1 miliard euro që kena marrë kredi që do të paguajmë fëmijët tanë, çka bën kjo qeveri? Do me thënë, kjo ka qenë në një formë klasike që është shumë e mirë, që kam thënë që qeverisja më e keq që 2014-2016, sepse u bë shkupi 2014 me atë 1 miliard kredi, ndërsa tash pak është punuar në për komuna dhe është për të përshëndetur. Mirë, por nuk është nga buxheti dhe kontributi i buxhetit të taksave të qytetarëve. Ajo është kredi që ne do ta kthejmë me breza. Pra decentralizimi fiskal. Pastaj e treta është antarësimi në BE, rrugtimi i vetë. E katra është ato që kontribojnë me para
të votojnë njëjtë me shembullin e Kosovës dhe Shqipërisë, diaspora jonë e dashur, pa të cilën nuk mund të ekzistojë ky shtet. Dhe nëse ne i dini ju në për komente shari që kemë bëhen populata maqedone në komentet e mia dhe më thirrshin shokët të lutem fshin. Thash jo nuk i fshin komentet të shifni se sa nacionalistë janë ata që më quajtën mua nacionalist. Ato thanë kë rikthiem Kërçovën. Ka ku e rikthin? Ka Shqipëria. Ndërsa Haqim Ramadani kur e thet që unë do të përkraj shumicën dhe them shumicën 65% dhe krahasoj me një korporat e cila ka 65% të aksioneve dhe duhet që ai të jesë kryetari i bordit, unë pas kam qenë nacionalisti. Kjo është një politik me diarshina dhe e papranueshme. Dhe e pesta, nuk e di, e thash e katra kjo, e pesta që është më e rëndësishme, që nuk do të kese vlerë më shqiptari të votoje nëse qeverisja e ardhshme nuk bëhet me fitues. Fituesi në bllokun maqedon me fituesi në bllokun shqiptar. Kjo të janë 5 shtylla. Nesër, Aqimia do të jesë kryetari i BDI-s, më thanë njerëz do bëhet kryetari i BDI-s. A do të jesë kryetari i Vlenit apo antari i Vlenit? Pak më rëndësi është. Me mu do bisedoj qoftë zotri Ahmeti, qoftë zotri Meçiti, qoftë zotri Kasami, vetëm në këto 5 shtylla. Sepse unë kam dëshmuar këtë me vepra, se dikush thot sa bukur flet. Apo ta përfundoj këtë, më falni. Se do bisedojnë ata me ty, kur ti tani je një individ, sigurisht ke marrë simpatin simpatin për te i Venicës, i ke marrë votat që i ke marrë, pra nëse kur thua ata të bisedojnë me ty, nënkupton që të bësh ti subjekt politik, këtu dua të dalë. Ato duhet flasin me mua sepse ka 20 funksionar të Vlenit në Gostivar dhe kanë marrë 3.000 vota. Përkundër Bërvenicës që nuk ka edhe punësime, ka një drejtor. Ato duhet flasin me mua sepse kanë ekzekutiv të lartë në Kërçovë dhe nuk barazohen me mua. Ato duhet flasin me mua sepse mua më qëndron kom dalë më mirë se lista e këshilltarit Vlenit në Struk. Dhe nuk flasin me mua. Flasin me qytetarin sot që më jep përkraje, nëse duan që të arrujnë kredibilitetin, që në mos pësojnë në zgjedhjet e ardhshme. Në qoftë se nuk morën shkollë nga AKI-ja që nuk ndërgjoj sovranin dhe nxori do kandidat me preferencat veta, është vëdisur rinia. Është vëdisur se më nuk ka maqeneri votimi dhe ato rini dhe ato qytetar më zgjedhin kandidatin. E shifni sa bukur ka Laramani në për komuna ku këshilli del shumë mirë, kandidati del shumë keq dhe ana sjelltas. Kjo tregon një vetëdisim të lartë të qytetarëve që tashmë nuk i lejojnë të krijohet kapo lokal apo kapo politik. Nuk ma je përgjigje nëse do bësh parti, atëherë do të pyes edhe unë thash jam i bashkimit, nuk jam i ndarjes. Në qoftë se më detirojnë, edhe ajo do bëhet. Për momentin kena edhe 3 vite qeverisje. Unë nuk mund të bëhem i vetë pëlqyer dhe të them, unë duhet të marr mendimin e shokëve akademikëve, duke filluar nga Universiteti Nën Tereza, nga Universiteti Tetovës, nga Universiteti Evropës Lindore, me student, me forumit rinor të studentëve. Se neve na duhen, më fal, unë që e marr nuk është prezent të Bujar Osmani. Është ndër akademikët më të mirë, edhe ndër një foltorët më të mirë. Mirë, po backgroundi i tij dëshmoi se ai humbi zgjedhjet. Njerëzit nuk vlerësojnë çka flasësh, kush e flet. Atëre, a konsideron veten BDI, si e konsideron veten tani pas zgjedhjeve? Unë ende jam LD, jam kryetare, kam 20 me gjitin, ende pres që ai të më ftoj që të bisedoj dhe nuk pranoj as një ftesë nga rrethepërtjarë që më qojnë shkusi apo mësitni të ne i them. Unë ende jam antar dhe nëse më lejoni të them, unë jam në 500 e parë të grupit zjarit dhe unë atëherë supajtova me politikën centraliste të zotit Grubi bashkë me zotrin Ahmetin dhe pa menduar 2 herë u largova, pa menduar pasojat familjare apo individuale dhe tani në qoftë se këto parime, se unë jam idealist e dëshmoj me vepra, pa mu trembur syrja spak, i lash 100.000 denar dhe jam i pa punë
dhe kërkoj punë apo do një biznes privat që unë besoj që vetëm Zoti e për rrezikun, ndërsa personi bëhet sebeb, a do bëhet sebeb Zoti me gjitja diku tjetër, dhe unë e them që fillimisht do bisedoj me këto pika që kam filluar epokën e re, 5 pika të detirueshme, jo të negociueshme. Se kur negociosh ka kompromise. Këto janë 5 pika të pa diskutueshme. Po nëse nuk të plotësohen? Nëse nuk do rrugtimin e vazhdoj vetë si jam lind prej nonës. Dakor. Pra, pak a shumë mund të lindin subjekte dhe veprime të tjera politike. Hajde të shohim pak tek e ardhmja. Shkodran Alili, ju e sqaruat si e shikoni rrugtimin tuaj politik, por sa i përket Kërçovës, si duhet të sillet elektorati i qytetari shqiptar tani në Kërçovë? A duhet të respektoj kryetarin aktual dhe sa vigjilent duhet të jetë që, siç tha edhe Haqim Ramadani, ajo që ndoshta është fituar mos të ketë kthim mbrapa? Tash në qytetin e Kërçovës dihet se Kërçova është me shumicë shqiptare dhe nuk ka diskutim, dhe unë mendoj dhe besoj se ne qytetarët e atij qyteti do duhet shumë me kujdes ta ndjekim çdo hap të kryetarit të sjellur për qytetin e Kërçovës, në çfarë drejtimi do ta çojë qytetin tonë, dhe unë jam i bindur dhe i sigurt se qyteti jonë ka njerëz, ka djemt e saj që do ta mbrojnë vatanën e vet, dhe nuk do ta lojnë që ta keqpërdorin, se keqpërdori kryetari që iku qytetin ton, duke ja falur besimin ton verbërisht, duke besuar verbërisht, duke ja dhënë besimin, i thomi ne në qytetin e Kërçovës blanko pas një hamendje. Pse si ja bëni atje opozitën e fuqishme? Ja. Si qytetar, jo thjesht vetëm si qytetar, po edhe si një opozit ndaj një qeveritari që duhet të jetë ekzistues sido që të jetë. Po unë për çfarë thas se do ta ndjekim shumë me kujdes çdo hap të atij që e bën si kryetar komune. Ne ndoshta deri tas se kemi bërë për arsye se qyteti i Kërçovës, siç e thash fillim, është një qytet shumë specifik, edhe i ka besuar kryetarit të BDI-s Ali Ahmetit pa asnjë hamendje, pa asnjë dyshim. Ja kemi dhënë mbështetjen dhe përkrahjen gjithë qytetarët tanë, dhe për 25 vite mbështetje erdhi fundi i qytetarit të Kërçovës të vendosin bes ndeshmërisë edhe njeriu të pamoralshëm në qytetin tonë, duke patur një situatë jo të mirë në qytetin tonë, që gjatë fushatës dolën disa audio incizime, kur pam se ne 16 vite njeriu që e kemi mbështetur verbërisht në qytetin tonë, na ka shkelur besimin, na ka vrarë në moral, na ka vrarë në dime iman, dhe nuk e pa të arsyeshme qoftë kandidati i atëhershëm, kryetari që iku, që të hapi një deklarat dhe të kërkoj falje dhe të bëj tërheqjen prej garës për kryetar komune, por vetëm gjë që ja ka bërç kërçovarëve që të frymoj prap komuna e Kërçovës Shqip, ai zgjodh metodën e heshtjes dhe zhdukjes prej kampanjës politike në qytetin tonë, dhe për ne kjo ishte një tmerrje pa imagjinueshëm, ishte një shok për secilin qytetar të Kërçovës, ku i ndëgjojshëm gjithë ato audo-incizime, gjithë ato skandale, ku ti njeri ja ke fal besimin, mbështetjen, pas një far kushti, pas një far kushtzimi, e ke mbështetur edhe e ke avancuar për politikat e tij që i ka bërë në qytetin tonë. E kemi mbështetur 25 vite BDI-n pas një kusht për vetëm një qëllim, për të respektuar figurën e Ali Ahmetit në qytetin tonë. Edhe vjen feedbacku i kësaj. Çka ishte për qytetarët e Kërçovës? Ti nënçmojsh, ti përbuzish, të kesh përdorish punën, postin si kryetari i komunës së Kërçovës. Kjo ishte një tmerr për qytetarët, një ofendim. Kjo humbje kështu siç është. A mendon që do ta bëj elektoratin më vigjilent, sepse edhe kjo mund të ketë një lloj pasoje pastaj. Për shembull, do krijojë kjo një bashkim tani të shqiptarëve në zgjedhjet e ardhshme, si do të reagojnë tani, prandaj e bëra pyetjen, si do të reagojnë tani subjektet ndaj një situate ku ka një kryetar jo shqiptar. Jo, desha pak ta elaboroj këtë situatë për arsye se tash u vedisu populli kërçovar. Pa keq kuptime, jo deri ta se s'ka qenë vedisu, po kemi besuar një farë mënyrë verbërisht. Edhe feedbacku i 16 viteve qeverisje të ish kryetarit, çka na pruni në një situatë që ne Kërçovën ta hupim, na rrshasi prej durësh.
Prej kujt? Prej Fatmir Deharit. Një emër ka kjo. Edhe gjithë analizat merri dhe shifi se si ka rrjedhur fushata e qytetit të Kërçovës. Kjo është një dhimbje shumë e madhe për secilin qytetar. E tash ne kemi dhënë një kontribut edhe vjen fundi shpërblimi i asaj me keqpërdorim, me tallje dhe nënçmime të nënave tona shqiptare në qytetin e Kërçovës, me përbuzje, me moral të shkatruar në qytetin tonë. Kjo është e dhimbshme dhe këtë qytetari i Kërçovës s'e baj, s'e duroj. Dhe besoni se kjo na ka vjedisuar shumë, edhe tash është momenti çat që ma pyetjen ju, se tash kërçovarët janë unifikuar. Edhe unë dash edhe bëj apelin dhe lus të gjithë qytetarët që mos bim prej provokimeve. E kuptoj se ka hedhrime, e kuptoj se ne si qytet së ne ngëlltisim këtë humbje të qytetit të Kërçovës. Kemi tensione mrena për mrena, por nuk mundemi të akuzojmë njëri me tjetrit duke e ditur se ku qëndron problemi, se edhe kush është shkaktari kryesor për humbjen e Kërçovës. Pse duhet të presi kryetari që iku ditën e pranim dorëzimit të komunës Kërçovës që të dali publikisht dhe të kërkoj falje. Si nuk e pa para asaj, para 19-it dhe dali dhe të kërkoj falje. Pse duhet të presi kur ta bëj pranim dorëzimin dhe atëherë dali në një pres para komunës të Kërçovës dhe qytetarëve Kërçovës të kërkoj falje, ndoshta ka gabuar si njeri. Pse se bëri para 19-it. Kishim edhe 2 kandidatë shqiptar. E thash edhe para, se ja kemi propozuar. Hajde mbështete nipin tënd. Akit. Nip Fatmir Limanin. Mbështete. Ke edhe 2 kandidatë tjerë shqiptar. Edhe pas 19-it kemi pas me shtabin e Akit takim. Ja kemi propozuar. Hajde na thirrni në tavolinë edhe mua, edhe Fatmir Limanin, të gjejmë një modul që të mobilizojmë qytetarët e Kërçovës, mos humbet komuna e Kërçovës, të dalim me një pres konferencë, të tregojmë se tash duhet votuar për çështje kombëtare. Ky njeri çka është, dhe pas kësaj do kemi prapë zgjedhje të reja. Ne ram në vesh të shurdhur në këtë situatë, me përfaqësues të Akit të lartë, jo përfaqësues të shtabit të njerëz të thjeshtë. Edhe kjo është një keqardhje dhe këtë duhet ta di secili qytetar i Kërçovës. Nëse Kërçovën e keni shitur, atëherë merrni guximin dhe dilni. Dilni dhe tregoja Mërgatës se ne Kërçovën e kemi dhënë. Dilni dhe thuja Kërçovarit, thuja Mërgatës mos e malltreto Mërgatën ta bish në qytetin e Kërçovës. Do ta pranoj njëri aq lehtë. Nëse po tregojnë numrat tash, tregojnë veprimet. Tregojnë veprime se prej 19-it deri në 2-shin, asnjë përfaqësues të Akit nuk e për asnjë deklaratë publike të bëjë thirrje unifikim të votës shqiptare. Kemi patur, nëse zgaboj, kërkoj ndjes, kryesuesi, kandidati për kryesues Këshillit të Akit, e pam disa takime në Mërgat. Dhe çaq, më shumë bënte thirrje Mërgata dhe qytetari i thjesht, se sa shtabi i Akit dhe përfaqësuesit e shtabit. Edhe unë tham, 2 orë kam pas takime me përfaqësuesin e lartë të Akit, ku e kam lutur, kam insistuar dhe ja kam bërë shqetësime qytetarëve Kërçovës, mos vi puna ta humbim qytetin e Kërçovës. Besoni se ka rënë në vesh të shurdhër. Si morri asnjë në Tani në këtë linjë që bisedojmë, edhe me të dy dua të diskutoj se sigurisht minutazhi është ai që është si ta shohim këtë situatë drejt të ardhmes. Kur bëhet thirrje për unitet, a ekziston frika se rritet nacionalizmi nga ana tjetër? Se për shembull, nëse flasim në tonet e asaj që u humb, u fitua, ne e morëm, ju e morët, ju festoni në Bërvenic, pra në territor që nuk ka ekzistuar, ai kontribon kjo të ardhme si Maqedoni. Dhe e dyta, në kontekstin e asaj që ju thoni për të unifikuar dhe bashkuar votën shqiptare, a duhet vetëm thjesht të ekzistoj bashkimi, apo ka ardhur momenti për një politikë bërje të re, një lloj reflektimi të ri, ku do duhet të mirë kuptohen të gjitha nuancat siç i ka Maqedonia e Veriut në kuptimin e mënyrës se si bëhet politika, raporte ndëretnike, ndarja e buxheteve dhe gjithë këto. Unë edhe fillim të thas se ndoshta është me keqardhje them se është fundi i politikanëve të vjetër dhe fillimi i gjeneratave të reja dhe figurave të reja. Dhe e tha dhe Haçimi se ne kemi ngritur zërin edhe kur kemi pa padrejtësi të pushtetit kaluar. Haçimi ka qenë një ndër të pesur themeluesit të grupit të zjarrit. Unë kam qenë themelues në qytetin e Kërçovës grupit të zjarrit, për vetëm në mënyrë, jo për Shkodranin,
për drejtat e jona shqiptarëve. Nuk mundet luzish në qeveri futbolla, qytetarët vuajnë për gjërat elementare. Nuk mundet ne të mbështesim 25 vjet, nuk kemi spital në qytetin e Kërçovës. Nuk kemi një kënd për fëmijët, nuk kemi ku dalim me familjet tona. Edhe ne të heshtim. Për çat jam i sigurt dhe i bindur se kjo është mesazhi më i mirë për të vëdisuar gjeneratat e reja, figurat e reja, për të marrë mbi supe përgjegjësi në të ardhmen për shtetin tonë. Në këtë kuptim, Shkodrana Lili, për shembull, tani është kjo situatë, ka një kryetar që erdhi siç erdhi situata, ju e treguat, vigjilenca duhet të ekzistojë në kuptimin a është pushtet i mirë ajo pavarësisht kush është në pushtet, dhe kjo të jetë një pikë nisje për një politikë të re. Se në qoftë se e vëm situatën edhe një herë e humbëm e fituam, kam përshtypjen që edhe pas 4 vjetëve do ngrihen tonet nacionaliste dhe vlerat e qeverisjes së mirë ose atë që duhet ta shoh qytetari se çfarë është qeverisja e mirë përsëri do të hijezohen nga diskutimi nacionalist i fuqishëm që ekziston sot e kësaj dite. Ne duhet të jemi shumë të real se për arsye se ne bashkëjetojmë me qytetarët tanë, pavarësisht se ku etnie i takojmë, ne punojmë, bashkëjetojmë, dajmë bukën me ato qytetarë dhe dajmë bizneset tona me ato dhe duhet të respektuar. Edhe ne për çfarë thash edhe fillimisht se tash nuk besojmë verbërisht në qytetin tonë, edhe kryetari aktual do jetë në ndjekje, nëse më lejo ta them këtë mënyrë, si qytetar tanë që do ta ndjekim çdo hap të tij që e bën për qytetin tonë dhe është në dobi të qytetarëve, pavarësisht se është maqedon, shqiptar, turq ose rom. Do ngrejmë zërin dhe do jemi ajo opozita e fuqishme në qytetin tonë, pavarësisht se kemi 2 këshilltar në komunën e Kërçovës, edhe ata e kanë shumicën bashkë me Vlenin. Po ne do të jemi ata që do të bojkotojmë dhe do marrim të gjitha masat nëse bëhet diçka në dëm të qytetarit të Kërçovës, pavarësisht se kujt etnie i takon. Do mundohemi që këta 16 vite t'i kompenzojmë që ky kryetar të reflektojë pozitivisht në dobi të qytetarëve tanë. Nuk do ta lojmë që të vendosi vetë. E njëjta pyetje edhe për ty Haqim Ramadani. Këto pikat i the, i sqarove, veprimi, nacionalizmi apo por në qoftë se e shohim realitetin tani si funksionon në komunën e Bërvenicës, çfarë opozite duhet bërë kryetarit aktual që mos t'i bëj ato shkeljet për të cilat qytetari shqiptar ka frikë se duam apo nuk duam, të gjithashtu e shohin. Kryetari i Maqedonas do të anoj tek maqedonasit. Ose a janë vetëdijsuar edhe ata në fund të fundit me këtë realitet që mezi fituan me një kalkulim, fituan me një situatë të caktuar, a mund të detyrohen ata të jenë të përgjegjshëm edhe ndaj komunitetit shqiptar, një lloj siç do të jenë edhe ndaj maqedonasve në komunë? Fillimisht nuk ka fituar, po është kryetar. Për koreksi. E dyta, në 4 vite që lan pas, në ekzekutiv që ne përfaqësojmë kryetarin e komunës, sekretarin e komunës, drejtorin e qerdhës, drejtorin e ndërmarrjes, të gjithë kanë qenë maqedon. Dhe ai me veprimet e tija treguohet nacionalisti, dhe jo unë. Dhe kjo më le të më kthej në vitet e 80-ta kur ka thënë shqiptari i mirë që punon në Aran dhe maqedoni që punon Zyrë. Ne kthehena në vitet e 80-ta dhe më keq. Po tani si mund t'i bëhet presion, tani që kjo mos do. Shiqoni, tani ai fillimisht i ka 8 këshilltar maqedon, që ka shumicën. Dhe është normale, sovrani ka vendosur ashtu dhe ne duhet të respektojmë sovranin. Veprimin e parë që tregon që ende vazhdon të jetë komunë monoetnike është që kryetarin e këshillit e zgjedh nga radhët e veta bardhësin e listës. Kryetari është, drejtori i qerdhës funksionon ende pa emëruar apo riemëruar, ndoshta edhe do të vazhdojë të njëjtën, drejtori i ndërmarrjes, drejtori i qerdhës. Presidentin më të keq që ka bërë se ligji nuk lejon në shkolla fillore të ketë zëvendës drejtor. Ai i merr drejtori i shkollës 7 marsit të gjitha ingerencat dhe ja bartën zëvendës drejtorit, që të kesë ndikim dhe presion edhe ndaj zëvendësit. Ndihmës drejtor ka, zëvendës nuk ka. Ju lutem shumë esencë. Kjo është tani apo ishte më herët? Po tani dhe pas mbarimit drejtori, heroi im që ndej thëm drejtor,
Jasin Reka dha drejtje. Dhe në mënyrë të jashtëligjshme, se e dini se pre momenti që mbaron raundi i dytë, derisa të përfundojnë ankimet, ai s'ka të drejtë të zgjedh drejtor të ri, dhe duhet të shkojë nëpërmjet Ministrisë së Arsimit, ai theu ligjin se dhe para duhet të përgjigjet penalisht dhe ftoi prokurorinë të gjitha sendet që i kam deklaruar që të marrën masa, në qoftë se pretendojmë se ne jemi shtet demokratik. Dhe emron një ushtrues detyre, një drejtoresh tash së më kujtohet se emri nga fshati im, në afat për 48 orëve dhe i shkel parimet kryesore elementare të ligjit për qeverisje lokale. Apo le të zgjidhet një zëvendës kryetar për këshilli, le të bëhesh i atë kush e ka këshilli zgjidhet në raundën e parë dhe le të emëronte. Se dim që shkolla nuk mund të rrihet 24 orë, 48 orë pa një ushtrues detyre, dhe ai nënshkruan edhe këtë. Dhe në vazhdimsi ka krijuar në periudhë zgjedhjeve ka bë anekse vetëm e vetëm për blerje klasike të nuk ka Komuna e Bërvenicës plan strategjik 10 vjeçar. Dhe ka bo, ai që dë marrë 10 vota, ka shkuja ka bo bekaton këtë Kurtin. Dhe flasë se kam qef si Qëllopek. Po si duhet reaguar tani ndaj kësaj situate? Shqoni, me një komunë monoetnike ti mund të marrësh frime dhe të kesh ujnë pa pare. Jo çdo kush ka guximin për të reaguar, se te ne në fshat thuhet friga nuk ka ilaç. Neve na kontrollohet edhe llajki që ta bëjmë ty. Në një shtet demokratik që kontrollohet kujt, si mund të ne të pretendojmë se mund t'i mbajmë fëmijët këtu? Atëre, për ta përfunduar këtë, se bërim në minutat e fundit, a mendon Haqim Ramadani që në kontekste lokale, si që është Bërvenica, përsëri të duhet një strukturë politike, një parti, që të mund t'i bëj ballë këtyre situatave, se siç theti në një komunë të vogël, ku të gjithë njihen ndoshta edhe s'ka guxim për ta kundërshtuar atë që ka pushtetin. Që garantoj nga të kaluara ime që kam funksionuar në mënyrë transparente, do vazhdoj edhe në të ardhmen, jo vetëm të përcjelli Komunën e Bërvenicës, se unë kam të kaluar Komunën e Bërvenicës, dhe tash më shumë më dhem problemi i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, mirë po do kem ekipi im që do të përcjell çdo hap që do të veproj kryetari i komunës. Unë s'mund t'u garantoj juve se do ta përcjelli Komunën e Bërvenicës, se rrugtimi im është pak për te Komunës Bërvenicës dhe kapitulli për Komunën e Bërvenicës është mbyllur për mua kur i elaborova 5 pikat e problemit të shqiptarëve. Unë nuk do të përcjelli më kryetarin e komunës, por ju garantoj që ekipi im që është bashkë me këshilltarët shqiptar do të përcjellin çdo veprim që do të bëj, ndash në kundërshtim me rregullat ligjore, ndash në kundërshtim me interesat e shqiptarëve që jetojnë në Komunën e Bërvenicës. Dhe këtë në fund një pyetje për të dy. Ky rezultat zgjedhor është ai që është. Ju e morët ato vota që i morët, dolët jashtë parashikimeve, pavarësisht që nuk jeni kryetar. Keni bërë një fushat specifike se cili për vendin ku ishte. Dhe rezultati nga disa lexohet si një moment i ri ndoshta i politikës, e cila tregon se ndoshta njerëz të rinj do të duhet të rishfaqen. A mendoni që është ky momenti i juaj për tu përfshirë në politikë më shumë se sa kaq ti edhe pak më herët përgjigjen, por në kuptimin e asaj se ky është momenti i ftyrave të reja ndoshta ose i një politike të re? Në qoftë se i shihni rrethonat politike, nga një anë Vleni ka fituar gjitha komunave me 2 dëshmorë, Kërçollën dhe Bërvenicën. Nga ana tjetër Aki ka humb, mirë po thirret si fitues. Unë mendoj që as të dy palët, edhe pse kanë fitore, ka një fitore të zbet. Dhe as njëri nuk i gazmohet fitores. Dhe ka ardhur momenti që ne të flasëm me njerëz të sinqert, me njerëz pa bagazh negativ, dhe mos i shohëm personat të cilët kanë 100 vota, 500 vota, 800 vota, për që mund të ndikojë dhe që ka guxim. Qoftë
i batincës që s'ka ndoshta 8 shtëpi, për në që se ka kualitet, i ftoj liderët politik që të shkojnë të vizitojnë universitetet dhe të marrën personat më adekuat, studentët që mund të kontribojnë, që nuk janë në përfjokat e qeverisive aktuale dhe të ndihmojnë për idealin e shqiptarëve. Shkodran, a Lili e njëjta pyetje? Unë kësha dashur që të bëj apelin që njëtë si unë ta marrin shembull daljen time në sipërfaqen në qytetin të Kërçovës si kandidaturë e pambarur, se nuk kam pasur asnjë dëm, përkundrazi, kam fituar respektin dhe kam fituar familjen e mbi 4000 votuesve, një familje e madhe dhe shpresoj se në të ardhmen të bëhemi një familje edhe më e madhe se 4000 mbështetësit e mi. Ftoj çdo qytetar të Maqedonisë së Veriut të mos në rrinë në shtëpi, por të marrin mbi supë përgjithësi dhe të bashkangjitemi së bashku ky karvan. Kaq, domethënë, tuaj mund të thoshin që e përçani edhe më shumë elektoratin, duke bërë struktura tjera politike, duke krijuar partitë të tjera politike. A kanë të drejtë? Tash secili e shef mund ta shohë prej këndvështrimit të vet, por unë do ta kisha thënë se nuk jemi ata që do të bëjmë përçarje ose për ta larguar taborin shqiptar, por le të jetë edhe një mesazh për partitë politike se është koha për të dhënë hapësirë figurave të reja, edhe atë që e tha Haxhimi, figurave që nuk janë në asetet e zyrave të qeverisjes aktuale dhe në ndalin sipërfaqe, le të marrin përgjegjësi ata, le të hapet krahu që të vinë shpreh edhe ato figura. Pavarësisht do jetë Shkodrani, Haxhimi ose do të jenë intelektual tjerë të shtetit tonë. Dhe për hir të bashkimit, a do kishit hequr ju nga postet? Postet tuaja në të ardhmen të mundshme, në qoftë se ja krijohet një situatë e tillë ku duhet Unë dua ta sakrifikoj, a do kishit hequr ju nga postet? Unë dua ta potencoj se Shkodrana Lili ka qenë i gatshëm edhe pas shpalljes time si kandidaturë pa mbarur në një sallë sporti në qytetin e Kërçovës, ishte i gatshëm të heq kandidaturën e vet, vetëm për të mirën e qytetit të Kërçovës e jo më për shtetin tonë. Shkodrani është i hapur për t'i bashkuar të gjithë qytetarët që të bëjmë risi në shtetin tonë. Do kishte hequr dorë apo? Unë me vepre kam dëshmuar edhe mund ta potencoj këtu, 20 vite kam qenë aktiv në politikë në Bashkimin Demokratik për Integrim, asnjëherë s'kam marrë funksion, mirë po kam qëndruar besnik deri kur kam besuar. Dhe kur jam larguar, nuk jam larguar se s'm ka dhënë post, po jam larguar sepse mendova se në atë moment ka devijuar, ndërsa tani e vulosa atë vendim se tani 100.000 denar të rrogës i lash për idealin tim dhe as nuk mu të remsini dhe unë të regoj, jo për asa do largohon. Unë e kam dëshmuar dhe do të ndëshmoj se njeriu i aftë mund të ekzistojë edhe për biznesit privat, edhe për një punëtori në kompani private dhe qëndroj konsistent në atë. Unë nuk u largova nga BDI-a për një mini BDI, por u largova nga BDI-a për atë që s'më pëlqeu dhe mendova që me këtë mund të arrim. Ende ka hapësirë në qoftë se ulena dhe bisedojmë, atëherë mund të jem të vazhdoj me vlenin. Në qoftë se nuk mirën parasysh këto dhe nuk i vinjet ultimatum kësaj çështje, ku është esenca kozmetike ne të ngjojtë që ndronë në qeveri. Nuk kemi nevojë për 100.000 denar apo 150.000. Ne kena qëllimet më të mëdha. Ju falemnderit të dyve për këtë podcast dhe për këtë bisedë të veçantë për mua, sepse disi dukesh e vështirë se si duhet ju lidh, megjithatë të jemi sinqert, mënyra juaj e fushatës, ajo çfarë thatë, rezultatin si e bët, të dy të pavarur, të dy me një background pak a shumë të ngjashëm, mendoj që arritëm të jepni mesazhe specifike për qytetet tuaja, por edhe për atë se si e shihni të ardhmen e politikës. Ju falenderit edhe një herë për ishte kënaqësia jonë për këtë bisedë. Faleminderit, ishte kënaqësia jonë të jemi pjesë e juaja dhe besoj se edhe është privilegj të jesh në emisionin tënd. Me të vërtetë edhe ne kemi pas emocione të veçanta për të ardhur te emisioni juaj dhe le ta dinë gjithë shqiptarët e sidomos qyteti i Kërçovës se Shkodrani do jetë prapë zëri i qytetarëve të vet. Faleminderit të dyve. Faleminderit të dashur ndjekës, siç e dini, na ndiqni në platformat e Gazetës Koha, në kanalin e YouTube, si dhe në të gjitha rrjetet sociale. Podcasti Rishtazi do të vi sërish të enjten, deri atëherë, mirupafshim.